Të nderuar teleshikues, do t'ju ftojmë në këtë moment të ndiqni një bisedë në studio me përfaqësues të Vllazërisë Ungjillore Shqiptare, pastor Erion Sylarin, presidenti i Vllazërisë Ungjillore Shqiptare dhe pastor Ilir Koçin nga Bashkësia e Krishterë Elbasan. Ju falenderoj që pranuat ftesën për që në këtë studio. Mirësi. Të nderuar teleshikues, do doja të flasim për disa prej zhvillimeve më të rëndësishme të këtyre ditëve. Dhe në këtë kuadër, në kuadër të një klime të nxehtë vere dhe jo vetëm, por dhe politike, Vllazëria Ungjillore Shqiptare ka bërë thirrje për lutje dhe agjerim. Lutje dhe agjerim për kishën dhe për kombin shqiptar. Për më tepër, mbi këtë thirrje kemi të ftuar edhe dy të pranishmit tanë. Do të doja ta filloja me juve, zoti pastor Erion Sylari, në këndvështrimin tuaj. Si lexoni situatën në cilën ndodhet sot kombi? Nëse e marrim disa dimensione të ndryshme, mendoj që kombi jon shqiptar duke u sfiduar në situatat e moralit, në situatat e etikës, në situatat e vlerave, dhe secili për nesh ndeshet për ditë me sfida të tilla, kudo që ne jemi, në punë, në shoqëri, në familje, edhe në kish. Normalisht që nuk është vetëm kombi që e vuan këtë gjë. Edhe ne personalisht si pastor dhe si drejtues të institucioneve fetare, domethënë jemi domethënë gjithmonë të sfiduar, por kur vuan kisha, vuan edhe kombi. Edhe normalisht që unë besoj që një kishë e fortë sjell një komb të fortë. Nëse ne krishterët kemi një standard të vlerave dhe të etikës të fortë në komunitetin tonë, kjo do ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në kombin tonë. Jo domosdoshmërisht e tillë, por pjesërisht domethënë shumë e rëndësishme, sepse në këndvështrimin tuaj jemi në komb në vuajtje? Unë mendoj që kombi jon është në vuajtje, po. Mendoj që kombi jon domethënë ka nevojë për një shift apo një tjetërsim të vlerave. Mendoj që pse njerëzit nuk janë më, unë shikoj brezin e ri në kishat tona që cilët nuk paralexojmë libra, nuk paralexojmë materiale, janë shumë pas rrjeteve sociale. Kjo më bën mua që brezi që do të vi, do të jetë jo njerëz që vetëm teknologjisë, por nuk janë njerëz të cilët janë të lexueshëm, nuk janë njerëz të cilët kanë përqendrim, sepse interneti të është. Po për juve pastor Ilir, edhe mendimi juaj kom në vuajtje? Po nëse themi tek fjalë, po, nëse themi disa fjalë më shumë, do thoja që është një komb në cilin mungon shpresa, shfaqen elementet, siç po flisëm pak më para, depresiv, kur njeriu nuk kënaqet me asgjë, mungon shpresa, padrejtësia në çdo sektor, rënja e sistemit të vlerave, prindërit tanë dikur na rrisnin e thoshin ha djersën tënde, jeto me djersën tënde. Ndërsa sot shikon shumë persona që thonë filani është i shkathët se ka bë pare. Po se si ka bë këto pare? Pra, gjithë to janë po flasim për vuajtje, po flasim për vuajtje frymërore, vuajtje fizike, vuajtje ekonomike apo vuajtje në tërësi? Nëse do më lejo të thosha që çdo gjë fizike është eko e një vuajtje shpirtërore, sepse nëse do kemi le të themi dobësim të vlerave, dhe kjo vlerë nuk është brenda neshme, normalisht ti e përcjell tek të tjerët. Domethënë çdo gjë që ndodh brenda nesh transmetohet edhe jashtë. Kështu që nëse individi vuan brenda vetes, edhe kombi vuan. Nëse individi është i shëndetshëm, nëse familja është e shëndetshme, atëherë dhe kombi është i shëndetshëm. Kështu që unë mendoj që çdo gjë e jashtme është transmetimi i asaj gjë që ndodh brenda nesh. Çfarë do thotë për juve një rënje sistemit të vlerave dhe kalbëzim shoqëror? Kur njeriu fillon nuk e ka më frikë Zotin, krijuesin, kur shoqëria bëhet sekulare deri në atë pikë që Zoti është komplet jashtë jetës përditshme, kur shoqëria hiq dorë nga vlerat e perëndishme, se Zoti ka dhënë parime shoqërisë njerëzore, jo të gjithë njerëzit besojnë në Jezusin. Por janë disa parime mbi të cilat Zoti ka vendosur bekimin, dhe kur një shoqëri largohet tyre parimeve dhe varpon mbas idhujtarisë, ai kom pastaj tërheq gjykim mbi vete. Kur zemra ti largohet Zotit, kur zemra ti largohet parimeve të Zotit, pavarësisht po flasim për një rritje. Domethënë në mënyrë se si përcjell mesazhe kemi një rënje të sistemit të vlerave. Domethënë kemi një përkeqësim. A ka një përkeqësim ndër vitet ose një kalbëzim, rritje të kalbëzimit shoqëror, le të themi, kemi një, domethënë një degradim ndër vite apo kemi një stagnacion shoqëror
që na ka shoqëruar dhe ne kemi pas të tjera pritshmëri dhe nuk i kemi ato gjëra që kemi pritur dhe tashmë themi pse nuk i kemi. Do të thënë, jemi në regres apo thjesht jemi në stagnacion dhe nuk po e kuptojmë se pse nuk po ndryshon. Unë mendoj që jemi në regres sepse normalizimi i gënjeshtrës është bërë, domethënë qëndron. Domethënë njerëzit gënjejnë. Statusi i një personi varet nga pasuria apo nga suksesi varet nga statusi apo nga pasuria. Domethënë nëse ti do kesh pasuri apo një status, atje je njëri i suksesshëm. Në familje nuk ka një bazë shoqërore dhe bazë domethënë të shëndetshme. Dhe individualizmi është bërë më i fortë se sa komuniteti dhe solidarizmi. Domethënë ne njerëzit mendojmë shumë për personalen, çfarë mund të përfitojë unë, se sa çfarë mund të përfitojë tjetri, çfarë mund ta bëj tjetrin të ndihet mirë. Domethënë ne jemi më shumë njerëz të cilët ecim më shumë pas epshit dhe pas egove se sa ndaj asaj që ne duhet të japim të tjerëve. Dhe kjo ka bërë shoqërinë domethënë që të jetë akoma në kalbëzim, siç pastori Liri tha, në sekularizëm, sepse sekularizmi ka vetëm kur ti e largon Perëndin dhe ti vendos veten tënde në qendër. Nuk ulesh Zoti më në mesin ton, por ne vendosim unin. Unë jam ai që duhet ndihem mirë, unë jam ai që duhet ndihem rahat, unë duhet ai që të tjerët më vlerësojnë, respektu të jetë ndaj meje, unë jam ai që të kem status përpara të tjerëve, do dukem unë kush jam unë. Që se unë jam rregull, atëherë pastaj flakat i bjeri siç të kemi ne domethënë. Kjo është gjendje, ndani të njëjtin mendim, kjo është gjendje e kishës apo është gjendje e Shqipërisë, shqiptarëve apo individëve? Tani këto janë pyetje që kërkojnë përgjigje pak më të gjata, por ne përpiqem të jemi racional në përgjigje, por unë mendoj, zemra kombit, një kombi kur largohet nga Zoti tërheq mbi vete edhe efektet anësore të këtij largimi. Zoti ka dhënë ligjësi, Zoti ka dhënë principe mbi të cilat ndërtohet jeta shoqërore. Edhe sa më shumë një kombi largohet zemrës Zotit, fillon të hap dyert për të ligun. Dhe sa më shumë vrapon mas mamonit dhe çdo forme tjetër, ti pastaj e tërheq të gjykim mbi vete dhe pastaj fillon që quhet korruptimi moral, mbi sistemi vlerë. Çfarë do të thotë korruptim moral? Po korruptim moral. Se korrupsion ekonomik e ndajmë kollaj, po korrupsion moral? Tani, unë i përkas një brezi që kur jam rritur, prindit e mi më jepnin këshilla, që edhe pse prindit e mi nuk ishin të krishterë, këshillat e tyre qëndronin mbi principet të Zotit, mbretërisë Perëndis. Jeto me djersën tënde, mos merr një lek që nuk takon ty, pra puno, jeto me djers. Tani, edhe sot ka prindër që japin këshilla të tilla, po shikojmë që shumë të rinj vrapojnë pas parasë së shpejt, parasë së madhe, madje ka të rinj që nuk du punë me pak para. Kur them me pak para, me rrok 500 euro ose 600 euro, duan shumë. E thënë më mirë bëj këtë punën që më jep lek për një herë dhe pastaj rri, se sa të marr këtë lekën, këtë punën që më jep lek nga pak dhe nuk më jep pasuri. Por prindët tanë edukuan ndryshe, por gjatë 30 ca vjetëve zemra e shqiptarit filloi të rrëshqiste. Dhe kemi arritur në një pikë të tillë që ne flasim vetëm për korrupsion, për padrejtësi dhe ashtu është faktikisht. Por për mua problemi më madh është kur zemra e shoqërisë kalbëzohet. Sa ajo kjo zemër kalbëzuar prodhon individ pa drejt pastaj. Një nga çështjet të cilat kanë ngjallur interes gjatë këtyre ditëve kanë të bëjnë kryesisht me disa vendime të marrë nga qeveria, nga Këshilli i Ministrave dhe me çështjet të cilat kanë patur interes edhe për komunitetin ungjillor. Disa prej tyre kanë bënë me familjen, me një qasje që duhet kemi në lidhje me terapit hormonale, që ndiqen nëpër qendrat, në qendrën universitare spitalore në Tereza këtu në Tiranë. Si presidenti i Vllazërisë Ungjillore, si e shikoni këto vendime të fundit që kanë të bëjnë kryesisht me terapit hormonale ose edhe me çështje që kanë të bëjnë me familjen, me prind 1, prind 2 që në këtë mënyrë ka nisur të paktën e gjithë kjo histori e ndryshimit të kodit familjes? Unë mendoj atë që pastori Liri shpjegoi që korrupsioni moral, domethënë është komplet, njerëzit kanë humbur identitetin e tyre, sepse një person humbet moralin e tij kur ai nuk është vetvetja. Domethënë për atë ose të paktën nuk ka qenë ai që ka qenë. Ai ka bërë një lloj biznesi me veten e tij. Ka lejuar gjërat të futen brenda tij në vend që të qëndrojë ai që është. Këtë e bën për shkak të dukjes, për shkak të pamjes, për shkak të ndikimit, për shkak të tregjes së vëmendjes në rrjetet sociale ku dy më radhë dhe duke qenë të tillë,
kjo gjë domethënë është futur edhe institucionet tona, domethënë sepse individi është kudo. Dhe një agent, një ndikim domethënë mbase edhe nga lëvizje të ndryshme domethënë që janë apo institucione të ndryshme, organizata të ndryshme të cilat financohen, kanë ndikuar edhe në vendosjen e ligjeve të cilët janë shumë të dëmshme për ne. Unë jam mjek vetë si profesion, përveç se jam pastor, dhe e di domethënë që kodi gjenetik është i patjetërsueshëm. Domethënë atë ka të krijuar Perëndia, që ti do të hysh te kjo gjë. Ti domethënë prish identitetin tënd, ti nuk je me ai që ti je krijuar ti jesh. Dhe këto lëvizjet ose terapia transgjinore dhe hormonale janë ndikimi tek kodi gjenetik, domethënë ndikimi tek ai që ti je realisht vetvetja, ti ai që je krijuar ti jesh. Për shkak të një emocioni, sepse emocionet nuk do të lejojnë ty që të jesh le të themi vendimarrës për atë gjë që je krijuar ti jesh. Domethënë mund të vijë çdo sul mund të vijë. Si mjek, si e shikoni, që sot ta thjeshtojmë pak. Pro apo kundër këtyre terapive hormonale? Patjetër që kundër, nuk diskutohet. Edhe si mjek. Patjetër. Domethënë nuk janë të shëndetshme domethënë kur ti tani unë mbase flas sepse jam dhe pastor dhe jam fetar dhe ndikojmë domethënë patjetër nga kjo gjë, se mund të ketë doktor që duan, por sa kam parë unë edhe kam dëgjuar edhe kolegët e mi kudo që ndihen që nuk janë fetar, janë kundër kësaj gjë. I shikoni si pjesë të njëjtës agend apo si ngjarje të ato janë si rokat, si punë e efektit domino. Njëra merr tjetrën dhe tjetra domethënë çdo gjë prishet edhe ndikon tek ligjet një pasi, sepse kur ti thyen gjithçka, nuk e ke të kollajshme. Sistemin e u hap thesi dhe kur hapet thesi pastaj nuk kam si ta mbyllësh, sepse ajo gjë tani ka ai jasteku me pambuk u hap dhe tani u shpërndan gjithë puplat dhe nuk i kap dot me tani. Po hap diçka, po një vrim domethënë ti nuk e rin dot që ti mbledhesh dot. Pastor Iliri, si e shikoni, çfarë rreziku i kanoset kishës nga miratimi i këtyre ligjeve për cilën po flasim? Tani rreziku i drejt për drejt në mënyrë 1, 2, 3, 4, ndoshta ne nuk i numërojmë dot në këtë moment, por unë besoj gjithmonë kisha do të qëndroj për vlerat në shoqëri. Unë e di që pastor ndryshëm ndaj mendime ndryshëm. Disa pastor thonë mjafton të lutemi, mjafton të agjerojmë, mjafton të flasim me komunitetet tona. Disa pastor thonë jo, do të shkojmë më shumë se sa kaq, duhet të ngrejmë zërin, duhet të dalim dhe të flasim. Pra, unë e di që pastor të ndryshëm mendojnë ndryshe, por të gjithë jemi dakord që gjithë kjo gjë është e gabuar në raport me Perëndin, me të drejtën, me të vërtetën, por është e gabuar me shoqërinë, dëmton shoqërinë. Janë vendimarrjet gabuara apo është mënyra se si janë marrë vendime që është e gabuar? Po shikoj, unë dëshiroj të dal nga kjo kutia kështu që vendimarrjet gabuara. Dikush do i merrte këto vendime të gabuara, se kjo është diçka fenomen botëror. Në gjithë Perëndimi është bërë gjithnjë më tepër sekular, pra Shqipëria nuk ka bë përjashtim nga pjesa tjetër e Perëndimit, ndërsa për sa kohë ne kemi përqafut çdo gjë që na vjen nga Perëndimi. Është një lëvizje mbar botërore e Perëndimit që po shkon drejt një kulmi babelian, le të themi, siç vajti Babeli. Ne kemi shoqëri perëndimore që dëshiron të po bërtet faktikisht po thotë bëjmë të ndërtojmë një të ardhmë të sigurt, të bëjmë një vend vetes. Nuk thonë më hajde bëjmë një kull, po në botën frymore nuk ka asgjë të re. Është pa jo frym. Dhe në fund ditës në kullën e Babelit, aty kishim një shoqëri globale. Një gjuhë, një interes, një vizion, një dëshirë. Dhe globalizmi po kërkon ta çojë Perëndimin dhe gjithë planetin drejt një vizioni, një vlere. Dhe kjo është një lëvizje mbar botërore, pra nuk ka rëndësi kush i mori vendimit në Shqipëri. Neve po i nënshtrohemi rrjedhës së ujit, atij lumit të madh global. Në këtë prizëm, pavarësisht emrit dhe kujt i qelloj të marrë këto vendime ne po i marrim se po i nënshtrohemi një vullneti të caktuar. Në këtë kuptim kisha shqiptare ka nevojë të rizgjuar, duke ngritë zërin e vet, duke u lutur, duke agjëruar, duke thënë Zot, tu jemi përballë një mali që ne nuk e lëvizim dot, ne kemi nevojë që ti të ndërhysh Zot. Por edhe mendoj që edhe zëri i kishës duhet të ngrihet, patjetër, sepse në çfarë mënyrë? Po mund të jemi përfshirë në debate të përbashkëta, mund të jemi ata të cilët ne dënojmë korrupsionin, ata të cilët ne qëndrojmë për vlerat që ne kemi
bazë të besimit ton, që është familja, drejtësia, si është për shembull komuniteti, solidariteti, të cilët janë të mira ne nuk jemi vetëm njerëz të cilët qëndrojnë brenda katër mureve. Kisha duhet ngrej zërin e saj. Si mund të ndryshojnë këto vendime? Do me thënë, në raport me qëndrimin që mund të mbaj kisha mund t'i kundërshtoj, si trupi i Krishtit? Patjetër që mund të kundërshtoj. Po, a mund të kthehen, dhe thuash, a mund të jetë një gjendje të mjaftueshme për t'i kthyer mbrapsht këto vendime, një kundërshtim i kishës? Po tani kisha është një zë. Patjetër domethënë ne mund të kemi edhe panele ku mund diskutohet me njerëz që janë ligjvënës për të ndikuar dhe për të takuar. Mund të kemi anën tonë ligjore se si mund të shkojmë përmes një peticioni, përmes një shkrimi deklarate, përmes një kërkese në kushtetuese. Domethënë ti mund ndjekësh etapat që ligji të lejon, sepse ti mund të jesh një anarshi edhe të fillon domethënë edhe të shash edhe domethënë denigrosh figurën e një politikane, sepse unë mendoj që mbrapa një politike që një frym, nuk është domethënë lufta nuk kundër miqit e gjakut, por është kundër principatave. Ato janë principata që cilët duan të ngrihen me kishën dhe ta ulin fuqinë e kishës në vendin ku kisha po vepron. Qartë. Jo, e kisha më shumë në këtë sens sepse mënyra se si po i qasemi sot kundërshtisë ndaj fenomeneve që na ndodhin, qoftë akteve korruptive, qoftë këtyre ligjeve për flasim, ka mënyra të ndryshme që i qasen. Një pjesë i qasen në formën e mosbindjes civile, sikurse po shikojmë që po ndodhin. Të tjerë thonë ne dalim në një protestë dhe e lëm aty, sepse pjesën tonë tashmë e bëm. Edhe këtu do doja ta shikoja pak si shikojmë pak rolin e kishës në të gjitha këto zhvillime që na rrethojnë. Ne qëndrojmë te pjesa e të dorëzuar e këtyre çështje përpara Perëndisë dhe në pjesën tonë e bëm, apo shkojmë për take side dhe i bashkojmë lëvizjeve që na ndodhin përreth. Tani nuk është problem vetëm ligji dhe sistemi. Domethënë, unë mendoj që është zemra e njerëzve. Domethënë, ne si kish duhet të cënojmë shumë të transformimi i zemrës, sepse një person nuk mund ta detyrosh vetëm domethënë duke bërë një ligj. Mund ta detyrosh, domethënë duhet të transformosh zemrën e një kombi, nëse kombi domethënë ligji mund të jetë aty, por unë për shembull njoh shumë njerëz të cilët mund ta kenë ligjin, por ne nuk bjem dakord që ky ligj të jetë, sepse njerëzit nuk e përtypin dot domethënë që fëmijët e tyre mund të kenë një ligj transgjinor. E nuk e duan në shkollat e tyre, nuk e duan në shoqërinë ku ata jetojnë. Janë kundër asaj gjë, sepse shoqëria është e tillë. Nuk është vetëm domethënë një ligj që mund ta bëj. Kështu që ne kemi nevojë të prekim pushtetarët dhe të ndikojmë në vendimarrje, duke përfshirë dhe veten tonë këtë gjë. Përfshirë dhe le të themi protestat? Tani, patjetër duhet të jenë paqësore, se ne nuk mund të kemi domethënë sharje, se u kam dëgjuar që ka dhe sharje, ka dhe ofendime, ka dhe gjuhë urrëtie, sepse njerëzit domethënë aty nuk janë gjithë krishterë, aty janë njerëz të cilët nuk besojnë te Zoti ose besojnë, por në mënyrë të tyre domethënë si e shprehin dufin. Ne nuk e kemi në mënyrë të tillë që ta shprehim me sharje o me ofendime edhe me goditje, se nuk është vetëm kjo protesta këtu, ka pasur protesta në Shqipëri. Nuk është vetëm protesta që është e qershorit tani, që është protesta e flamingove, që mund ta quaj. Domethënë që ngritet për shkak të një ndërtim në Zëvërnec. Domethënë njerëzit kanë bërë protesta, por kanë qenë gjithmonë të dhunshme, kanë qenë gjithmonë domethënë ofenduese, kanë gjithmonë domethënë përçarse, kanë qenë ndonjëherë domethënë kundra, që si kish duhet të jesh i kujdesshëm për të parë domethënë ku do dalim, me çfarë duhet të zgjidhim domethënë me këtë gjë. Pastor Leriu, si e shikoni domethënë rolin e kishës në mbi këto zhvillime që na rrethojnë dhe mënyrë se si mund t'i kundërshtojmë ose t'i paraprim ose në një farë mënyrë t'i refuzojmë vendime të cilat edhe janë marrë? Një pyetje është kaq e gjerë dhe përgjigjja mund të jetë e tillë që disa mund thonë sa mirë e tha, disa mund thonë sa keq fali. Pra janë pak pyetje të hapura dhe njerëzit i shikojnë përgjigjen në mënyra të ndryshme. Por unë besoj që e para që kisha do të marrë rolin e vet. Një kish në gjumë, një kish me probleme, një kish jo në unitet, një kish ku mbizotron themi përçarja ose agendat personale të drejtuesve më gjërë, është një kish që nuk mund të marrë dot rolin që i takon për të përfaqësuar kombin përpara Zotit. Çfarë roli duhet marrë kisha? Po kush tjetër përveç se kishës kupton? Çfarë roli konkretisht? Po bëjmë flasim për klitjen para Zotit, lutjen, agjërimin. Po kupton edhe nëse kisha nuk e vesh dot këtë rrobë, nuk e merr këto dhe rol, pastaj do merret me gjëra dytësore. Për shembull, do fillojmë ta vendosim shpresën te protesta. Okej, protesta mund të sjellë ndonjë ndryshim,
mund të shkosh në kushtetuese, siç po sugjeron pastori Erioni, që është një nga rrugët që shkon dhe bën një peticion dhe sa më shumë firma kështu me radhë. Por gjëja e parë e kishës ose detyra e parë e kishës është të përfaqësoj kombin në qarje, në agjerime, në lutje. Por nëse pastori Iliri dhe pastori Erioni, secili ka agjendën e vet, edhe është kaq e vështirë që këto dy pastorë të sjellësh në një tavolinë, kur them tavolinë kam të folur figurative, por vim në një pikë që themi ora të bashkojmë së bashku në unitet para Zotit për të lutur. Pastaj ky kom ngelet i pambrojtur dhe i papërfaqësuar në botën frymërore, po se përfaqësuam neve, kush do ta përfaqësoj? Dhe unë mendoj që sot më shumë se sa kurrë ne kemi nevojë të përfaqësojmë këtë komp përpara qellit. Edhe nëse nuk do shkojmë dot te kushtetuesja, edhe nëse nuk do arrijmë dot ta anullojmë këtë ligj. Përgjegjësia jon nuk është të zgjedhim kush do jetë pushtetari i ardhshëm që do drejtojë. Përgjegjësia jon është të përfaqësojmë kombin përpara Zotit. Edhe të lutemi për qeverinë, jo në kuptimin për të zgjedhur kush është burri i mirë dhe burri i keq, por në kuptimin duke lutur për qeverinë, ne mund të kemi një jetë të paqë mbi dhe. Pra prapë është në interesin tonë dhe kur lutemi për qeveritarët. Se ndonjëherë edhe brenda kishës është vështirë të thosh kishën, hajde lutemi për qeverinë, sa ato që votojnë djathas thonë, "Oh, pastori po thotë hajde lutemi për qeverinë e majt." Dhe ana sjelltas ato që votojnë majtas thotë, "Po, le do lutemi." Sa i percepton në mënyrë natyrore. Por ideja është që ne lutemi për qeverinë që të kemi ne jetë të paqë. Jo se zgjedhim në para qellit kush do të jetë në qeveri. Por ne kisha do të marrë rolin e vet dhe kjo ftesë që vjen nga vllazëria ungjillore është një ftesë për të ardhur së bashku në lutje dhe në agjerim. Ju si shikoni pastor lutjen dhe rolin e lutjes dhe agjerimit? Lutja nuk do të vijë si rezultati i një shqetësimi apo një nevoje apo një dëshpërimi. Lutja do të vijë si faktori i një bindje. Sepse Zoti na thotë duhet lutemi. Nuk duhet kemu një shqetësim pa të lutem. Do të kemu një sëmundje pa të lutem. Do të kemu një problem, një hall që të lutem. Lutja do të jetë bindje. Domethënë do të jetë diçka që buron nga zemra jote. Bibla thotë që vetë Krishti lutet për ne. Ai ndërmjetson thuhet tek Hebrejt 7:25 mos gaboj. Që lutet që ndërmjetson për ne. Ai ndërmjetson për ne. Nuk e ka nga dëshpërimi, nuk e ka nga shqetësimi, nuk e ka nga mërzitja, sepse Zoti nuk shqetësohet, nuk dëshpërohet, nuk ka smundje. Por gjaku i tij ndërmjetson për ne. Jo, edhe ai trupi i tij. Edhe ai ndërmjetson për ne. Bibla thotë ai rron që të ndërmjetsojë për ne. Kështu që unë mendoj domethënë që lutja nuk është një gjë që duhet na vinë sepse kemi një hall. Lutja do të jetë diçka një le të themi ne nuk shkojmë në lutje që të marrim përgjigjet e lutjeve. Ne shkojmë atje që të marrim një shpërblim. Domethënë lutja çfarë është? Lutja nuk është që të shkojmë atje, kemi një qesë me plera në dorë, edhe do vende Zoti të japë Zoti na këto qesët e plerave se nuk i dua unë. Lutja është shpërblimi, është prezenca e Zotit është me ty. Lutja nuk ka të bëjë me hallin tënd. Sepse kur ti je me Zotin, Zoti merret me hallet tua, sepse ti nuk do të shkosh te Perëndia sepse ti dëshiron ndryshmet e, por të shkon te Perëndia sepse ti ke një hall. Dhe kjo është e gabuar. Nuk mund të shkojmë tek ai sepse kemi një nevojë, do të shkojmë tek ai sepse ne kemi nevojë për të. Domethënë, ideja është që ne lutemi dhe agjërojmë sepse kemi nevojë për atë në jetën tonë. Nuk është sepse kemi një dëshpërim. Se dëshpërim kemi gjithkohës, por nëse ne vemi se sa që kemi hall, do kemi se kemi interesi nuk duhet na çojnë tek Zoti. E parë në këtë këmbvështrim, po, por mund të shtoj vetëm diçka të tillë që kur ka kriza në jetën e individi, po flas për të krishterin apo në familjen e tij, apo edhe në shoqërinë ku ai rri, ai banon ose rritet, bëhet më i ndërgjegjshëm për nevojën që ka për dal para Zotit, se kriza këtë bën të thyen. Ti thua, po s'ka më fuqi me përballë këtë situatë. Të bën pafuqishëm përpara ngjarjes. Bën pafuqishëm, në moment që bësh më fuqishëm, po i pafuqishëm kupton nevojën. Do ishte shumë më mirë që ne të shkonim në çdo moment, por një krizë të bën të thyesh. Për shembull, ne jemi në situatë krize shoqërore, apo jo? Patjetër. Ne nuk e dim çfarë do ndodhi me protestat që po vazhdojnë, nuk e dim. Mund të vazhdojë të rri kjo qeveri, mund të rrezohet kjo qeveri, protestat mund ta shpërsohen e kështu me radhë, ne nuk e dim fare. Po përtej kësaj, kjo na shtyn neve që të marrim përgjegjësinë që duhet të marrim përpara qellit, për kombin ton. Për shembull, a na shqetëson kjo situatë ku ndodhemi? Madje ne do të ishim më të shqetësuar edhe pa filluar protestat. A na shqetëson dhe neve situata e padrejtësisë, situata e korrupsionit, humbja e vlerave, ligjet që po aprovoshin njëri pas tjetrit. Dhe kjo ndez ato sensorët brenda nesh për të shkuar për dal para Zotit, thonë Zot, kjo gjëja po shkon në një drejtim të paditur, Zot lutem ndërhy. Dhe neve do të marrim të përgjegjësi në këtë situatë krize. Pse kishat për shembull duhet të përgjigjen pozitivisht ftesës për unitet në lutje dhe agjerim?
përpara Perëndisë. Por tani Zoti na mëson vetë thot në lutem Mohat që ta të jenë një. Uniteti nuk është kërkesë e vushit, sepse ne po zgjohemi. Është ajo që Perëndia na urdhëron, dhe urdhërat e Perëndisë nuk duhet të jenë të tërësueshme. Ai thot lutemi që Mohati të jemi një. Uniteti është gjë shumë e rëndësishme, sepse kur jemi së bashku ne jemi të fortë. Pastaj Liri foli për Babelin, por domethënë ata ishin të fortë sepse ishin së bashku. Normalisht që Babeli solli, domethënë ata donin që të bëheshin si Zoti, por duhet dim gjë tjetër, që dhe veprat e apostujve ishin një. Dhe ata folën domethënë Pra uniteti çliron. Ishin një mendje. Më kupton, kur ata lutën së bashku në një vend, në një mendje, Fryma e Shenjtë zbriti. Do thotë që uniteti nuk është i dëmshëm. Në Babel ishte i dëmshëm sepse ata donin të bëheshin si Zoti. Ne nuk duam të bëhemi Zoti, ne duam të sillim Zotin në mesin tonë. Ne duam që ai të ndërtohet. Dhe kur vjen Fryma e Shenjtë pastaj, tjetërsojnë gjërat, dhe nuk jem më me forcën tënde, nuk jem më me fuqitë tua si pastor, po përpiqem të ndryshoj, do rri me atë, do pi një kafe. Jo. Perëndia ndryshon atë. Dhe ti qirohesh sepse nuk e ke më stresin që ne pastorët kemi që të ndryshojmë komunitetin, por Zoti që lëviz dhe ti jep lavdin Zotit. Sepse unë mendoj që mungesa e lutjes është të mos i japësh licencë Zotit të ndërhyjë në tokë. Kur ne nuk lutemi, nuk japim licencë Perëndisë, nuk japim leje atit. Kur ne lutemi, ne japim leje Zotit. Themi Zot, tani vepro ti, boll me ne. Boll ne përpoqem ne me fuqitë tona, boll përpoqem ne me ato modalitetet tona, me mënyrat tona si psikolog apo si njerëz domethënë që bëjmë terapi apo që rrimë dhe kalojmë kohë, ham dhe së bashku, rrimë së bashku, që është perëndishme dhe kjo. Nuk ka gjë të keqe, por nuk e bën dot pa Perëndin. Që se Zoti ndërhyn, atëherë gjërat ndryshojnë. Prandaj duhet një lutje dhe agjërim në mesin e kishës. Kur kisha thyn gjujnë, kur kisha shkon te Perëndia, them Zot, boll, ne duam tani ty, boll me gjërat tona. Ne kërkojmë prezencën tënde në mesin tonë. Në momentin që ti ndërjetësohesh për të gjë, atëherë Perëndia vepron, sepse thot, ta pas ka kuptuar që nuk është as me forcë, as me fuqi, po nga fryma ime, thot Zerubabeli, tek Habakuku. Cilat mund të jenë disa nga kërkesat ose përgjithsisht kërkesat që mundet të shoqërojnë këto ditë lutje dhe agjërimi nga data 17 deri në datën 19 qershor? Po ne si komitet kemi sugjeruar 3 boshte: kombi, familja dhe kisha. Pra kombin, sepse po shikojmë situatën që po kalon, pa edhe para se të fillonin protestat, ne e dimë që ky komb ka nevojë dhe ka pas nevojë për lutje ndërmjetësim. Familja, duke qenë që familja ka qenë duke u goditur shumë së fundmi, me ligje të ndryshme, me vendimarrje të ndryshme, pa edhe për te vendimarrjeve, familja ka qenë duke u goditur thjesht nga kultura që ka qenë duke hyrë. Pra edhe pa vendimarrje qeverie, familja shqiptare nuk është më ajo që ka qenë. Kisha, po nuk u zgju kisha, si do zgjohet kombi. Për shembull, kur ndodhen ngjarjet me kullat binjake në New York, shumë drejtues kishash erdhën së bashku, i lan anash agjendat e tyre, i lan anash për çarjet. Pse? Ngjarja që kishte ndodhur ishte shokuese, sa askush nuk mund të rinte më tek ai bunkeri vet dhe të shtinte njëri tjetrit, po thanë, le dalim nga bunkerët ton, e le të vim bashk. Pra, kur ndodhin ngjarje të tilla, ti del nga istikami, del nga bunkeri dhe shkon e thu, po unë do bashkohem me pastor të tjerë nga qyteti im për të ardhur në lutje në agjërim. Dhe unë mendoj që ne jetojmë në epokë të tillë që kisha, familja dhe kombi kanë nevojë për ndërhyrjen e Zotit, po kisha e para. Pastaj kombi. Pastor Erioni, në përmbyllje të kësaj bisede të shkurtër që zhvilluan së bashku, një mesazh përmbledhës me pak fjalë, edhe nëse të mund ta prinit një lutje për gjithë trupin e Krishtit që sot na dëgjon, që të cilët juve i bëni thirrje së bashku si vllazërinë gjyllore që të përfshihen në lutje dhe në agjërim. Unë mendoj që në kohë që po jetojmë, morali është ndarë nga e vërteta. Edhe ndonjëherë ne vëmë parimet tona në bazë të vlerave që ne kemi. Edhe e vërteta mungon. Nëse e vërteta nuk është më e dukshme, atëherë populli lëngon, kisha lëngon. Qëse nuk shkojmë tek baza që është Bibla, ajo është e vërteta jonë. Ajo është vendi ku ne masim çdo ditë si jetojmë. Sepse bota ndryshon, evolon, një gjë që ka qenë përpara e drejtë, sot është e gabuar, e kudimra, sepse njerëzit i kanë vendosur vetë vlerat. Por qëse ne shkojmë tek e vërteta, dhe lutja është kjo. Agjërimi është ky. Ne shkojmë tek e vërteta. Ne shkojmë dhe kthehemi tek ajo që është genuina. Qëse ne bëjmë të gjë, atëherë gjithçka tjetër më thënë humbet. Kështu që unë inkurajoj kishën dhe trupin e Krishtit të bashkohet.
Ju mund të jeni përmes takimeve në kishat tuaj lokale, mund të jetë përmes takimeve përmes koordinatorëve të aleancave apo pastorëve të ndryshëm që janë në qytete të ndryshme. Ju mund ta bëni gjë në grupe të ndryshme sipas asaj që ju mendoni që është e praktike dhe aq më funksionale, po. Por domethënë unë inkurajoj ta bëjmë të gjë dhe nuk duhet të jetë vetëm duhet të jetë stil jete. Nuk duhet të jetë sa që kemi një krizë, duhet ta bëjmë të gjë sepse ne ruajmë zemrën. Nuk duhet të përmendim gjithmonë që jemi duke vdekur, kupton? Apo jemi duke vuajtur në burr ta gjurojmë. Nuk duhet ta lëmë të gjë në kohë krize. Ne duhet të ruhemi që sa që situata të vijë, të jemi gati, të jemi të fortë domethënë për të përballuar. Dhe nëse kisha është e fortë, mendoj që shoqëria është e fortë dhe kombi është i fortë. A mund ta mbyllim një lutje të shkurtër? Patjetër. Mund ta primi? Perëndinë të falenderojmë ty për kohët që po jetojmë Zot, dhe unë besoj që kisha jote me çdo gjë që bën është një eko për përjetësinë. Unë lutem sot Perëndi që kisha jote të ngrihet dhe të jetë një vlerë Perëndi Zoti im për kombin ton. Unë besoj Zoti im që ne mund të jemi Perëndi të pakët, por Bibla thotë i pëlqeu Perëndis o tufë vogël që t'i japim mbretërinë. Zot, ne besojmë që mund të jemi tufë vogël, por ne Zoti im kemi mbretërinë Zot. Dhe unë lutem sot art mbretëria jote, u bëf vullneti yt, si në qiell ashtu edhe në tokë Zot. Faleminderit Perëndi Zot që ti do shkëlqesh përmes kishës tënde, përmes pastorëve, përmes individëve Zot. Ti do shkëlqesh përmes institucioneve Zot që ne kemi. O Perëndi, ne nuk duam që kombi të vuajë Zot. Ne nuk duam Zotim që shoqëria dhe familja Zotim të kalojnë në instalacion për dia dhe madje të shkojnë në regres. Ne lutemi sot që ti Zot të ndryshosh kombin shqiptar. Lutemi Perëndi Zotim, bashkoj njerëzit e zemrat e tyre Zot në unitet për lavdin tënde. Ne lutemi në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Faleminderit. Faleminderit Pastor Ilir, faleminderit Pastor Erioni. Të nderuar teleshikues, pra kishim në studio presidentin e Vllazërisë Ungjillore Shqiptare, Pastor Erion Sylarin dhe Pastor Ilir Koçi nga Bashkia e Krishterë Elbasan. Ju falenderoj që qëndruam së bashku, bashkë në takofshim.